Nxitësi është më i keq se bërësi. Ekziston një thënie e vjetër, nxitësi është shumë më i keq se bërësi. Dhe nëse e mendon thellë, kjo fjali fshenjë të vërtet të rëndë. Sepse jo çdo e keqe fillon me dorën që e kryen. Shumë herë ajo fillon shumë më herët. Me një fjali, me një gënjeshtër, me një provokim, me një shpifje, me një përshpëritje në veshin e dikujt. Nxitësi është ai që e njeh dobësinë e tjetrit dhe e prek pikrisht aty. Nëse e di se është xheloz, ja ushqen xhelozin. Nëse e di se është krenar, ja prek krenarin. Nëse e di se është i zemruar, ja shton zemrimin. Nëse e di se ka frikë, ja kthen frikën në urrejtje dhe dal nga dal ja mbush mendjen derisa njeriu fillon të besojë se ajo që po bën është e drejtë. Pastaj vjen momenti kur dikush vepron, dikush fyen, dikush tradhton, dikush shkatron një marrëdhënie, dikush ngre dorë, dikush kryen një krim. Dhe kur gjithçka mbaron, ne shohim vetëm personin që e bëri, por rrallë shohim atë që ndezi zjarrin, sepse nxitësi shpesh qëndron në prapasken. Ai nuk bërtet, nuk godet, nuk i bën duart pis. Ndonjëherë madje para të tjerëve duket krejtësisht i pafajshëm. Por ishte ai që e hodhi faren. Ishte ai që ushqeu konfliktin. Ishte ai që i tha: "Unë në vendin tënd nuk do ta leja kështu. A do të lejosh të bëj këtë? Po të isha unë, do t'ja tregoja vendin." Dhe këtu qëndron rreziku, sepse një fjali mund të duket e vogël, por në mendjen e një njeriu të lënduar, të zemruar, apo të dobët, ajo mund të bëhet shkendia që ndez një zjarr të madh. Historia njerëzore është plot me shembuj ku turma të tërë kanë kryer mizori pasi dikush më parë i ka ushqyer me frikë, me urrejtje dhe propagandë. Edhe në jetën e përditshme ndodhe njëjta gjë, vetëm në përmasat e vogla. Në familje, në shoqëri, mes miqve, mes partnerëve. Dikush fut një fjalë, dikush shtrembëron një histori. Dikush e vendos njerin kundër tjetrit. Dhe dy njerëz që dje pinin kafe bashk, sot mund të mos flasin më. Prandaj, kur ndodh diçka e keqe, mos pyet veten kush e bëri. Pyet edhe kush e nxiti, kush e ushqeu, kush përfitoi nga konflikti. Sepse përgjithësia nuk përfundon gjithmonë te dora që e kreu veprën. Ndonjëherë duhet të kërkosh më thellë, te fjala që e nisi, te mendja që e planifikoi, te njeriu që ndezi zjarrin dhe pastaj u largua, duke lënë të tjerët të digjen. Sepse ka njerëz që nuk do thonë bëj keq. Ata thjesht e ushqejnë me aq shumë lehelm, sa në fund ti mendon se vendimi ishte i yti. Dhe ndoshta pikrisht për këtë thuhet, nxitësi është më i keq se bërësi. Sepse bërësi mund ta kryejë të keqen me duart e tij, por nxitësi arrin ta kryejë atë me duart e dikujt tjetër.